Njëri më pisanjos se tjetri. I përshtyr në ftyrë që të gjithë nga i pari ke i fundit. Më kanë dënuar për gjykasit e Berishës, kjo është shumë e rëndë që duke si e thjesht. Pse kam cituar fakte publike të dalë në media në shkruar edhe në YouTube. Do më thonë është hakmarrje personale. Po jo më këta kur duan këta të ndalojnë edhe citimin. Kanë kërkuar i njëjti prokuror binte gjithmonë gjyqjet për shpive kundër Berishës. Pas kanë zbatuar kodin e ri të Ramës pa e miratuar ende. Bëhet fjalë në 2017 që njiheshin për Berishës, tani janë duke zbatuar të Ramës. Dhe në atë kohë ishin të Berishës, tani kanë bashkë. Unë e vë gishin pikërisht këta që quhen burra shteti, që është vlerësuar në termi shtet tek ne. Ne kemi qenë ndjekur për pak shtet. Pavarësisht që ne brezë ynë tani mendohet që e gjetëm shtetin. Jo, mezi është bërë kë shtet. Shqiptarët kanë vuajtur për pak shtet. Ka vetëm 100 ca vjet që jetojnë pavarur, gjithmonë nga një perandorike tjetra. Gjithmonë cepa perandorish kemi qenë. Dhe ne me sovranitetin nuk bëm gjithë tjetër, vetë shkatruam dhe ca virtyte morale. Pra, a jemi taf ne bëjmë shtet apo jo? Kjo është më çuditshme. Ne nuk zëm mend nga pësimet e historisë, domethënë. Dhe për këtë arsye ngrezoj, nuk mund të ketë shtet pa drejtësi, nuk mund të ketë shoqëri, nuk mund të ketë familje. Më njeriu kur është i padrejtë edhe vetes i neveritet. E kupton, në thotë një moment jam i poshtë. Akoma llomotisin, na dalin. Na vjedhin para syve, na mashtrojnë një herë, na vjedhin, na tallin, dhe akoma llomotisin. 800 vjeç ka vajt Berisha me orë pune, sidomos me ato që ka vjedhur, ka vajt 8 milion vjeç, akoma ka guximin del. Po kaq mund të jetë dhe Rama. Akoma tregon shqiptarëve që del tani dhe thot po prishon, i prish ato thethi. Po çaj e prish thethi? Kush i la? U kujtove ti, u zgjove nga gjumi i shenjtë që kishe 12-13 vjet, u kujtove ti prishësh gjithë Shqipërinë, edhe në mes sezonin. Unë i shpreh keqardhje më të madhe nga ana ime atyre familjeve që është prishur prona. Ti ka ikur bukë e gojës. Se këta pretendojnë që edhe bukën e gojës e kanë këta në dorë. E duhet marrin përgjigjen. Dhe një është përgjigje. Solidarizim rreth të drejtës kundër të padrejtës. Po nuk hyri kjo frym tek ne shqiptarët, ne kur s'do bëjmë marrë. Ama po hyri kjo frym, me shpejtësinë e drejtës do rregullohen problemet kryesore të paktën. Pas kësaj ngjarje, sa i përket rastit të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, a mendoni se do të ketë një reflektim sa i përket sigurisë, por edhe vendosjes së drejtësisë nga ana e sistemit të drejtësisë në vend? Më intereson fare siguria e vetë politikës. Barri nuk më intereson siguria. Për sigurinë time nuk ka pyet njeri. As nuk bëhem fare unë qenie dobët, më interesoj siguria Berishës, Ramës apo gjyqtarëve. Pavarësisht që ai gjyqtarë psoi, ta në gallarët e Shqipërisë. Na kanë marrë jetën. Me gjyqin na kanë marrë jetën, me çfarë na kanë marrë? Pam. E heqin dikën nga puna dhe gjyqtari të kthen ca parë mbrapa sidomos se ka buxheti i shtetit, para të shqiptarëve. Pam. Ai që heq nga puna nuk përgjigjet për shpërdorimin e tyre dhe pse ka krijuar pasoja për shembull 20 milion lekë dëm. Apo 400 milion, apo 500 milion. Pra, e shikoni, edhe që këtu preket administrata, që këtu njerëzit votojnë pasaj për vendin e punës. Kështu duket si gjë e vogël, kur them unë, të konstatohet shpërdorimin e tyre. Jo, janë këta gjyqtarë, e këta prokuror. Kujtohen tani për bankersin. A janë 10, a 15, a 20, a 25 miliard euro vjedhje, këtë nuk e di.
po që janë mbi 10 edhe paktën 15 mendoj unë, janë kush mban përgjegjësinë që u vodhën ato atje, nuk kishim në prokurori, nuk kishim në policinë atë zonë, s'kishim në kontroll territori. Kush i kishte mbyllur syt në këtë rast? Po, kush jemi ne që i dorëzojmë shtetin dorë kriminalëve? Përse ka gazetar që s'përmendin dot emrat e kriminalëve? Pse ka deputeti si përmendin dot, e ka ministra? Pse pallohen dru këta deputetët e ca të tjerë nga kriminalet e sa hapin gojën këta? Pse rrin këta politikanët e lartë e familjarët e tyre me kriminal nga mjesin darkë? Pse i zgjidhin problemet me kriminal deri në vrasje? Dhe pastaj paguajnë Araçi me pushtet, delegojnë pushtet e kriminalit? Dhe pse ne duhet të durojmë, domethënë, pafundësisht padrejtinë e tyre dhe tallin e tyre që flasin për bamirësi vetëm në të ardhmen? Dhe pse ne kemi planuar të ndahemi në ngjyra politike dhe jo në moral, në të mirë në të këqij. Për mua s'ka shqiptar me ngjyra politike, ka të mirë e të keq. Ka të devotshëm dhe pa devotshëm. Ka sy hapur që janë hapur syt, me arsimim apo me të vetëdijshëm, ka të pa vetëdijshëm. Tani ne duhet punojmë në to plane për të zgjidhur në thelb problemet tona. Nuk do zgjidhen këto se do shtohen disa roje atje, nuk bëhet më fjalë domethënë. Lexoni komentet, njerëzit janë mërzitur, nuk shprehen për gjyqtarin. Edhe në koment që shprehu shturë, po, shprehen për sistemin. E po 30 ca vite akoma kthim pronash, po 8.000 dosje ishin ato të shkreta. Pse nuk i kthyen për nga 10 në ditë ktheni. Gjyqje pa fund, që as i lexojnë fare. Tu nuk ka vlerë avokati, tu ka vlerë sekseri bërë. Me dhunë ai të grisë gjisën e kadastrës, të hyn gangsteri, na bëka vrasi gangsteri atje, pisanjosi atje, edhe pagun me tokat e Bërdetit. Po në hyçmin e kujt janë bërë gjithë, në hundë e kujt. A ka gjë më të neverishme të jetosh në një shtet tillë? Ku shkëlqimi dhe takat e pushtetarëve, e çantat e rrobat e vilet e tyre bashkëjetojnë me një padrejtësi të tillë dhe me njerëz në halle të cilët domethënë janë shpërfytyruar sa nuk njohin as veten e tyre më. Kjo është bërë. Unë mendoj që këtu duhet të thot fjalën një revolucion shoqëror në të gjitha planet. Avokat, nisur nga eksperienca juaj për gjatë gjithë punës suaj, a e keni parë veten ndonjëherë të kërcënuar mbi punën tuaj që keni zhvilluar për gjatë këtyre viteve? Po patjetër. Si. Po s'du ta bësh lajm, mos bëj skup, lutem. Se nxjerrni një kështu, po patjetër, gjithmonë kemi bashkëtuar me këtë punë. Ka dhe forma direkte edhe indirekte. Unë kam marrë parasysh për t'i dalë për zot vetes. E ndodhur në këto kushte, po. Kur kanë tentuar bardhi, i kam dalë bosh me paralajmërim. Nuk ma lejen e kërkujt pasaj për jetën time e familjes time. Po pse, nuk e rrafshoj tropojën Berishet? Po pa ka bërë i Meta, po pa ka bërë ky tjetri, ky gjati. Kështu që megjithatë për këta je gjithmonë në thojse i frikshëm, kur nuk e merr më
në konsiderat as jetën tënde. Kështu që unë prandaj si kam marrë më asnjë interesi. Tani po iki drejt. Sfidë është kjo jetë është sfidë. Po dhe unë, shoqëria mbase nuk është e vetëdijshme. Po unë si person nuk e lejoj vetes të risi skllav për ballë tyre. Për ballë tyre me moralin më bërnut në gjitha planet, po që na hypin dhe pushtet, ashtu s'ka. Le pa vlera intelektuale, po moralin më bërnut.